can fly. Nuk duhet humbur, ja mesazhi që Marin Mema u la në Big Brother VIP, merr vëmendjen edhe tërgjiste dhe lajërtit, ja çfarë u tha. Mbrëmjen e fundit ishin moderatorët e Top Channel-it që surprizuan banorët e Big Brother VIP Albania me një vizitë të shkurtër brenda shtëpisë. Në mesin e bisedave dhe momenteve të ngrohta, veçoi një mesazh i fortë e kuptim plot nga Marin Mema, duke i referuar tensioneve të fundit në rrjet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Pas përplasjes me sjellësit dhe gjestit, Marin Mema theksoi rëndësinë e unitetit shqiptar, teksa me fjalët e tij ai u bëri kritik duke u thënë: "Për mua bët një gabim të katërt, falenderua të gjithë por harrua diçka të rëndësishëm, miliona shqiptarë që ju ndjekin dhe ju mbështesin. Gjesti, ti ke një shtëpi në Shqipëri sepse është shtëpia jote, ashtu siç të gjithë ju keni një shtëpi në Kosovë sepse është shtëpia juaj. Asnjëherë nuk duhet të ngatrojmë debatet individuale me atë që përfaqëson kombion. Pavarësisht problemeve personale, ne si shqiptarë jemi një familje e madhe e duhet të punojmë gjithmonë për këtë", është shprehur Marini me kritika për banorët. Ai madje i ka përsëritur gjestit si me shaka, por edhe me kunj, se nuk duhet ta ngatrojë më Çerçistopullin me Jezusin, një incident që ndodhi javë më parë kur gjesti nuk e njohi figurën e Çerçistopullit dhe ngatroi me atë të Jezusit. Duket se këto kritika nuk janë pritur mirë nga banorët, e nga njëri prej tyre më shumë për Lert Vasilin, i cili u drejtua Marin Memës duke i thënë: "Për një gjë më vjen keq që u ngrite sot edhe the duhet falenderuar të gjithë shqiptaria që na ndjek, me sa duket e ke ndjekur Bigun, mos bëj debat me mua se unë jam konkurrent, ti nuk je, unë votohem, ti je. Unë jam akuzuar që bëj histori këtu dhe jo loj, kur preken këto çështje ti e di se unë reagoj. Unë ndjeve mirë që na kritikove që nuk kemi falenderuar shqiptarët, ti e di se ç'kam hequr unë", tha ai, ndërsa Marini u përgjigj: "Unë ju kam ndjekur shumë, duhet të themi të vërtetën, ju duhet i përgjigjeni pyetjeve tona, nuk është e logjikshme të thuash i kam falenderuar pardje dhe sot jo, mos të hyjmë në debat sepse ti e di shumë mirë që kam të drejtë", ju përgjigj Marini duke mbyllur me kaq.